Radha është tani për intervistën në studio, i ftuar është Xhavet Haliti, antar i Partisë Demokratike të Kosovës. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Haliti. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Kosova po shënon ditën e çlirimit, por pa institucione të reja, zoti Haliti. 30 dështime, por asesi të konstituohet kuvendi i Kosovës. 3 muaj pas zgjedhjeve, situata vazhdon të jetë e njëjtë, bllokuese, me seanca, tentime të kota 2-3 minutë. Si po e shihni këtë situatë në kuvendin e Kosovës? Tani, me qenë se është dita e shlirimit, unë dua që t'i uroj të gjithë qytetarët e Kosovës për ditën e shlirimit, dhe dua që njëkohësisht falenderoj gjithë popullin shqiptar, kudo që është, veçanërisht Shqipërinë dhe institucionet e saj. Falenderoj NATO-n në veçanti dhe jam mirënjohës shumë bashkëpunëtorëve të mi dhe kontributi i tyre ka qenë dhe është dhe do të mbetet historik. Për të kthyer te aktualiteti politik, seancat e dështuara të kuvendit. Sa i përket kuvendit, këto janë çështje politike dhe s'kan të bëjnë me shlirimin e Kosovës, dhe besoj që ata që janë sot deputet në kuvendin e Kosovës nuk mund të anatemohen dhe të lidhen me anatemimin për luftën dhe për shlirimin e Kosovës. Kjo është një betejë politike e pozitës dhe opozitës, e cila mund zgjas, mund shkurtohet, varësisht nga vullneti i drejtuesve dhe i përfaqësuesve të partive politike, nga interesat e tyre, dhe mbi gjitha a duan të krijojmë institucione shpejt, duam të shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme, duam institucione ose qeveri me një opozitë fuqishme, duam institucione, si kam propozuar edhe unë këtu te ju, që me një qeveri të përkohshme për t'i realizu disa çështje që kanë bëjnë me rregullsitë në Kosovë dhe me obligimet që kemi veçanërisht në politikën ndërkombëtare. Tani varet prej tyre, nuk varet prej nesh që mund të bëjmë presion, mund ta shojmë dikën, mund ta fyjmë dikën. Do të thënë, betejë po zhvillohet në shumë aspekte, veçanti betejë dhe lojë, do të ta quaja politike dhe avantureske po bën Kurti. Pse zoti Kurti? Dhe opozita edhe ajo ka përgjegjësitë e veta që është deri tash me qëndrime të ngurta, që Kurti duhet të shojë rrugë dhe opozita duhet ta merr qeverinë, gjë që rrallë herë ndodh në një vend. Kurti do të thotë se do të ketë qeveri Kurti 3, i ka numrat për ta bërë qeverinë, por jo për ta konstituuar kuvendin. Kush? Kurti, zoti Kurti. Nuk e di. Mendoj që në qoftë se i ka për ta konstituuar qeverinë duhet të ketë edhe për kuvendin. Dhe unë mendoj që nuk është në pyetje Albulena Agjiu. Në pyetje është prolongimi i krijimit të institucioneve ose rifutja në zgjedhje të reja. Dhe strategjikisht do doja të jam i gabushëm në këtë që dua ta them, por unë po mendoj që nëse Kurti ka vendosur që të mos krijoj koalicion dhe partitë e mëdha, do të thoya LDK-ja, PDK-ja, AAK-ja, nuk duan të hyjnë në koalicion me te,
atëherë Kurti besoj që do ta zgjedh afatin kushtetues në variantin e vet, që zgjedhjet të mbahen dikon ka fundi korrikut. Fundi i korrikut. Po. Arsyet mund të jenë këto që mund të Arsyet vinë janë sepse nga diaspora. diaspora është këtu dhe shpresat e tij janë, po besoj, tash unë nuk kam asnjë informat dhe po themi spekulim. Po i them kësaj spekulim që po e them, ose mund të më akuzojnë, ose të më thotë dikush që po spekulon. Por në qoftë se do të dëshonte që të shkojmë në zgjedhje, mendoj që interesi i tij është që nga fundi i korrikut të bëhen zgjedhjet. Kjo në me shkun me 2 palë zgjedhje, unë nuk e besoj që është në një interes. Pikërisht këtë qëndrim e ka shprehur vetëvendosje. Kush? Këtë propozim, vetëvendosje ka shprehur këtë qëndrim. Do 2 palë zgjedhje në të njëjtën ditë. Unë e menoj që ligji zgjedhor në Kosovë është shumë i keq, është për ligjeve më të këqija të mundshme. I keq ka qenë dhe më të keq e kemi bërë pastaj, sepse edhe unë e kam votu edhe ndryshimet në ligj, dhe ka qenë, është shumë i keq. Kur them shumë i keq, nuk garanton përfaqësimin adekuat të banorëve ose të qytetarëve të Kosovës, por përfaqëson si ligj, ekziston mundësia me bërë manipulimet mëdha dhe me mbet ndoshta popullata e Kosovës në shumicë e pa përfaqësuar në kuvend. Por duket që kjo situatë nuk mund të zgjidhet pa marrëveshje politike, apo jo, zoti Haliti? Pa marrëveshje. Sepse vetëvendosja ekziston në votimin e fshat. Pa marrëveshje politike nuk bëhet. Tani unë po i ndëgjoj që gjykata kushtetuese mund të vendosë. Gjykata kushtetuese mund të jap propozim, por s'mund të vendosë për këtë situatë, sepse se ka në kushtetutë. Diçka që s'ka në kushtetutë mund të jap mendim. Ashtu siç nuk mund të vendosë për statutin e asociacionit, por e mendimin e vet. Nëse ne ose nëse deputet duan ta pranojnë edhe qeveria, nëse ka të meta në atë statut, është problemi tyne. Edhe në këtë rast, po besoj që ajo kushtetuta nuk e ka ndorë, presidentja ka dërguar kushtetuese, po thot sa mendime dhe sa vrejtje të saj, se si mund dalim nga kjo situatë, dhe presidenti i vendit ose presidentja që është tash nuk e ka tagrin për t'i shpallë zgjedhjet pa u plotësu konstituimi i kuvendit. Po dhe pa u plotësu ajo çështja që ka të bëjë me krijimin e qeverisë, jo krijimin e parlamentit, por ekziston një mundësi tjetër, shtesë, një marrëveshje politike, që deputet t'i lojnë mandatet e veta dhe normalisht presidentja vendos me që vendin zgjedhje. Është kjo mundësi, thoni? A? Është kjo mundësi? Po, sigurisht është mundësi, atë në qoftë se parlamenti mbetet pa deputet, atëherë karrikat nuk flasin. Keni qenë për disa mandate edhe nën kryetari i kuvendit të Kosovës. Tentimi i vetëvendosjes është që të ketë votim të fshehtë, zoti Haliti. A është kjo mënyrë e dur apo jo? Nëse nuk e përkrajnë partitë e tjera parlamentare. E drejta për votim të fshehtë është e drejtë e deputetëve dhe ata mund vendosin. Do ketë votim të fshehtë ose jo. Në praktikën e deri tashme nuk është bërë dhe në kushtetutë nuk thuhet që duhet votimi fshehtë edhe i haptë. Ose varësisht nga qëndrimi i një partije ose i gjitha partive mund të bëhet ajo. Kështu që unë jam koshient se du të them që votimi i fshehtë pa dëshirën e gjithë deputetëve nuk bëhet. Sepse është shkelje, mund të konsiderohet shkelje e kushtetutës. Në qoftë se dikush prej deputetëve ose grupet parlamentare ankohen gjykatën kushtetuese. Dhe pikërisht ky tentim votimi i fshehtë kishte ndryshuar në mes të rrugës. Kishte pasur tentime për votim të hapur, por pastaj ishte ndryshuar.
zoti Haliti. A është këto shkelja, pra, e mundshme? Si po mendon? Ka pasur 2 tentime për votim të hapur të zonës Haxhiu, më pas është ndryshuar mënyra e votimit. S'është ndryshuar as. Tentim për ta ndryshuar mënyrën e votimit. Mirë, tentimi dëshira ka qenë, është propozu, dikush e ka qenë kushtetuese dhe ajo është propozim për me bërë, por sikur ti kishte pas kompetenca, se ata nuk janë aq pa ditun sa të mos e dinë që mund të dështojnë me atë votim. Sikur ti kishin pas mundësit, ata e kishin fut në votim të fshetë. Dhe normalisht që opozita, po besoj, do të organizojë dhe do të dilë të jashtë, sepse gjithmonë qëndron një farloj pasigurie që dikush mund të ketë ngrën hudër, që themi ne, edhe ta votoj, se kur është votimi i fshet, askush nuk e din kush po voton për as kundër. Qëndrimet e partive janë të qarta, janë publike, por kur shkosh të kutia aty, në vend që ta marrë qëndrimin e partisë, mund të votosh diçka tjetër për një interes, ndoshta një qëndrim që e konsideron interes më të madh për vendin, ose mund ta kesh një interes tjetër që të realizosh një qëllim, një dëshirë, një kërkesë që ja ke bërë dje, me ta realizu nesër. Dhe pikërisht, vendosi thotë që ky është synimi i tyre në fakt, që marrin vota deputet nga PDK-ja, nga LDK-ja e të tjerë. Është legjitime. Unë konsideroj që nuk është e pamundur. Gjithë që kanë kriju qeverit, edhe neve kur kemi qenë në pushtet, kemi bisedu me gjithë ata që kemi pas dëshirë me pas qeverin, edhe kur kemi pas nevoj për vota, me u votu me 2/3, edhe kur s'jemi kanë sigur për shumicën e votave, bisedohet. Mas pare janë kryetarët e grupeve parlamentare që bisedojnë me njëri tjetrin dhe përpiqen me bindje një tjetrin për të votu, është kryesia e kuvendit në takimet që i bën bashkë me kryetarët e grupeve parlamentare që diskuton dhe përpiqen të harmonizojnë disa çështje që kanë të bëjnë edhe për këtë problem që po flasim, por edhe për çështjet e tjera. Pra është një procedurë, një proces që nuk varet krejt se çka thonë mediat ose çka themi në për vendet caktuar ose çka bisedojmë me njëri tjetrin. Gjithçka duhet me pas vullat institucioneve përkatëse në procesin e nxjerrjes pastaj në kuvend të çështjeve që duhet votohen. A qëndron edhe kjo argumenti deklarimet e vetëvendosjes që thonë që betejë nuk po zhvillohet për kuvendin e Kosovës, por që Albin Kurti të mos jetë kryeministër sërish? Nuk është e fshehtë kjo. Nuk është e fshehtë. Kemi deklaratat për partive dhe qëndrimet e partive, grupe parlamentare që ne po luftojmë që opozita me marë pushtetin, opozita deri dhe djeshme, opozita e bashkuar edhe me heq Albin Kurtin mos me qenë kryeministër ose me heq vetëvendosjen nga qeveria. Duket se s'ka opozit bashkuar. Opozit bashkuar s'ka. Jo, unë nuk e kom pa që është, për këtë çështje janë të bashkuar. Po mendoj, LDK-ja, PDK-ja edhe Alianca. Por, kur vjen puna pastaj për të qenë të bashkuar në proces, nuk jemi, sepse pretendimet akoma qëndrojnë mbi bazën e emrave që kanë qenë në fushat. Duhet ky ose ai të jetë kryeministër i Kosovës. Prandaj unë e kam thënë edhe disa herë, s'po them edhe një herë, që në qoftë se arrin vetëvendosja ose ajo opozita, qoftë se arrin në një pikë të unifikimit edhe të qëndrimeve, atëherë duhet me ditë që
kryeministri i takon Partisë Demokratike të Kosovës dhe jo Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe pikërisht LDK-ja nuk do që të jetë pjesë e ndonjë qeverie. As të opozitës, zotë Jaliti, ka propozuar edhe një qeveri të unitetit. 15 pika i ka publikuar Mëra qeveri të unitetit kom propozu në para LDK-s. Dhe e kom propozu duket edhe me ty, këtu duke biseduar. Por propozimi me pikat që i ka vendosur sot kryetari i LDK-s aktual dhe me reagimet që janë bërë edhe nga partia e tij, lën me në kuptu që nuk është një qëndrim i partisë, po është një mendim i kryetarit, për aq sa e kuptoj unë. Dhe thonë me pas atë fuqi për të realizu një qeveri e unitetit gjithë ato çështje, atë nuk duhet me u quajtë qeveri e unitetit, por qeveri e Kosovës, e cila shumica e këtyre çështjeve duhet me kalu përmes Kuvendit të Kosovës dhe një pjesë duhet me kalu edhe me 2/3 e votave të komuniteteve tjera, si që janë lista serbe, partitë e komuniteteve të tjera, dhe kështu funksionon sipas kushtetutës, sipas rregullores së Kuvendit. Por për të mos hyrë në analizën e propozimeve të LDK-s, gjithçka që e çon interesin e Kosovës përpara, gjithçka që përshpejton krijimin e institucioneve të Kosovës dhe marrëveshjen për çështje të veçanta, sa ka qenë një propozim, dikush mund të ketë propozime të tjera, dikush unë mendoj që më shumë se 4-5 çështje nuk mund t'i realizoj kjo qeveri nëse formohet nesër, por duhet me provu në çdo variant që të mos humbet shansi i këtyre që i kanë fituar zgjedhjet, sepse nuk është e lehtë, mos pari edhe për ata deputet që kanë hyrë aty, sepse kanë shpenzu kohë, kanë shpenzu para, kanë luftu shumë për të zgjedhur deputet, dhe tani është e vështirë me dalë edhe një herë në fushat. Është dy fish energji dhe mjete edhe për Kosovën. Po dhe këj propozim i LDK-s po refuzohet nga vetëvendosje, duke thënë që s'ka kurrë urgjencë që të ketë qeveri të unitetit, zoti Jaliti. Unë mendoj që çdo propozim që vjen nga opozita, vetëvendosja ka me refuzu. Sepse është fituese zgjedhjet. E konsideron veten në maje të piramides. A është në fakt në maje? Nëse është, shiko, ajo ka më shumë vota se 2 partitë e mëdha që janë në opozitë. Prandaj normalisht që po them, edhe kështu mendoj, që interesi i Kosovës është me ndryshu qeveri, edhe qeverisjen, por nuk po shoh siguri tek partitë politike në opozitë, në vetveten dhe gatishmëri për ta ndërtuar një platformë dhe një veprim politik i cili garanton largimin e vetvendosjes nga qeveria. Tani, na kemi disa probleme që po i diskutojmë veçanërisht në raport me partitë listës sërb, ato listën sërbska, për të cilën ne vetvendosje ka shpallë heretike dhe i ka futur edhe partitë tjera në qatë qerthull, edhe PDK-n edhe LDK-n. Duke thënë që asë ne se bojmë qeverinë me pate. Unë mendoj që politikisht... Qasë e ka buar? Politikisht është dejtash, kanë qenë në koalicion, gjithherë sërb, dhe janë lutë bile
dhe shumë herë kanë pranu edhe variantin e votimit për çështje të caktuara, që ndoshta s'kanë qenë të sigurt që a janë në dobi të interesave tyne apo jo, por për shkak të kushtetutës, statusit tyne në kushtetutën e Kosovës dhe për shkak të obligimeve që dalin nga marrëveshjet ndërkombëtare dhe në raport me bashkinë ndërkombëtare, unë mendoj që do duhej me ndryshu qëndrim për këtë punë. Por është një problem në veti, sepse edhe ata kanë një qëndrim të ngurtë sa i përket raporteve me Kurtin. Me partit tjera nuk i kam dëgjuar që janë deklaruar, sepse s'kanë pse deklarohen se kanë afër partit tjera me bë qeveri. Kështu që është një betejë e dy palëve, ti quaj dy palë. Një palë është e përbashkuar, janë 48 deputet, dhe këne janë 3 palë, domethënë 3 parti që janë të përbashkuara për ta heqë Albinin për pushteti. Por akoma s'kanë ra në një pikë se kush është kandidati i Partisë Demokratike, i opozitës, që për mu do të duhet të ishte i Partisë Demokratike, dhe të deklarohen edhe LDK-ja edhe AK-ja, që pajtohen me këtë, dhe të shihej formula e opozitës tani, në qoftë se është e domosdoshme me hjek Albini. Po, të dy taboret numrat janë peck, zoti Haliti. Të dy taboret me numra nuk janë mirë. As vetëvendosje me partnerët e saj, e as ish opozita. Unë nuk du me hitë numra. Unë e thash një qëndrim, një mendim timin, që është mendoj që do t'ishte parimor. Do t'ishte parimor. Sepse duhet pas parasysh shumë sene dhe që mendoj që duhet me pas një emision edhe debat sa i përket këtyne çështjeve që janë të obligueshme dhe si duhet të trajtohen. Por mendoj që edhe opozita në këtë rast, edhe pozita e kanë shansin me bë qeveri në një variant me deputet e Kuvendit të Kosovës. Duke përfshirë edhe ata të listës serbe, kështu? Jo, ata janë deputet të Kosovës. Ata janë deputet të Kosovës, duhet me mbrojt interesat e komunitetit vetë në Kosovë, dhe jo interesat e Vučićit, sepse Vučići në një shtet tjetër, kërkush as me kushtetutës që ndalon atyne me desh të Sërbin, që është smurët asnive me ndalu me desh të Shqipërin, por përderisa janë deputet Kosovës, duhet ta respektojnë dhe zbatojnë me përpikmëri kushtetutën dhe ligjit të Kosovës. Duke parë këto qëndrime, pra betonime në qëndrime të dy palëve, a janë zgjidhja më reale e kësaj situate, zoti Haliti, apo jo? Mendoj që zgjedhjet nuk mund të ndryshojnë shumë aktualisht skenën politike, përveç se nëse ja qëllohet gjatë spekulimin që e bëra unë e pare për korrikun, në qoftë se ndodhë kjo, atëherë mund të shpresohet nga palët, sepse ndoshta kanë me votu LDK, ndoshta AK, ndoshta PDK në diaspora që vjen në Kosovë, por shpresat i kanë të gjithë që diaspora është me ta. Kanë bërë përpjekje të gjithë me bindë diasporën që partitë janë më të mira. Që do të siguron të më shumë vota vetëvendosjes. Kështu i bie, apo jo? Jo, nuk jam e sigurt që do të merr, por vetëvendosja po besoj që mund shpresonte që në kohën kur jashtë diaspora këtu, ata do ta votojnë diasporën, do ta votojnë vetëvendosjen. Dhe shumë herë, për shembull, kur diskutojmë me njerëz kështu, edhe që se kanë votu, për shembull, Partinë Demokratike ose dikon, kanë disa qëndrime të çuditshme në këto raporte. Njerëzit votojnë edhe për hatër dikujt, edhe për inat dikujt. Pa analizu interesin personal
dhe interesin e komunitetit. Nuk du me votu për shembull X-in ose partin X, sepse nuk më pëlqen kryetari ose nuk më pëlqen një kandidat për deputet, po analizu që kjo parti a mund t'i sjellë të mira Kosovës, a ka program të mirë për Kosovën, apo s'ka program të mirë, sepse dikush tjetër po konkuron me një program më të mirë, dhe sa ka besim që programi që është në fushat mund të zbatohet dhe mund të shkoqitet, do të thoja, në praktik nesër kur e ke pushtetin. Ne kemi pa dhe fushatën që vërtet ka qenë një fushat pa problemet më dha, por ka qenë fushat për kandidat, për kryeministra ma shumë, dhe kandidat për deputet kanë bo punën e vetë në mënyrat e veta për të fitu votat në krejt Kosovë. A ka vullnet politik vetëvendosje për të krijuar qeverin e re apo jo? Kemi parë diskutime që po i bën vetëvendosje me nismën socialdemokrate. Fatmir Limaj don që të bëhet krye parlamentar zoti Haliti, por nuk do që të jetë pjesë e qeverisë kurti 3 eventual. Shka dëshirat janë dëshira. Por kryetari i parlamentit mendoj që do duhej edhe s'është caktu rastësisht që t'jetë i propozum nga partia më e madhe, ose nga koalicioni më i madh. Pse? Sepse duhet me pas besimin i asaj partisë më të madhe, ose që ati koalicioni më të madh që i ka 61 vota. Nuk ka rëndësi se kush është. Dhe unë nuk e besoj që nuk e kanë analizuar dhe vetëvendosje dhe PDK-ja dhe parti tjera që është në kandidimit të Fatmirit, dhe nuk e besoj që vetëvendosje është dakord për të qenë. Ata me siguri që janë të gatshëm ja dhonë 2 ose 3 parti, si ministri, por kryetarin e parlamentit nuk e jep. Menoj kështu, unë s'ja kësha dhonë. Ndonë se zoti Limaj thotë që ka pasur marrëveshje me zotin Kurti, por ka ndërtuar të nesërmen. Edhe tash si parti s'ja kësha dhonë. Fatmir Limaj? Ja. Sepse? Se ka pak deputet. Me 3 deputet s'mund të bëhet kryetari i kuvendit. Ja. Nuk ka asi logjik me pranu diçka të tillë. Pra, zoti Kurti po bën mirë që nuk po ja plotson këtë kërkesë të Limaj. Sigur të kishte qenë Fatmir Limaj i pamvarur. Dhe të kishtin siguri partit që do të bëj pozicion neutral ndaj gjithëve, atëherë do të ishte shumë më i pranueshëm një kandidat i tillë, një njeri i tillë, sepse për të fitu si i pamvarur, do me thënë shumë, dhe do me thënë që siguria është më e madhe nga gjithë deputet, të dikush që është i pamvarur. Sepse në parlament ka nevojë kryetari duhet me balancu në mes të gjithëve. Dhe zoti Limaj këtë s'mund ta bënte dot me 3 deputet. Po s'mundet se mas pari partia vetëvendosje dhe të tjerat mund të kenë të lashe me shumë çështje që ngritën në parlament. Unë mendoj kështu, nëse ata dojnë me bërë, dhe ta bëjnë. Unë Fatmirin e kam mik edhe kam respekt madh për te, por unë po flasë edhe për diken tjetër edhe me qenë kush do qoftë me 3 deputet, kështu kësha fut. S'kam diçka me Fatmirin, nuk është që unë si besoj. Por fuqia ti politike është e tillë që pavarësisht që ka një autoritet, edhe të Partia Demokratike, edhe të AK-ja dhe të një pjesë e LDK-s, por është e pamundun që të jetë unifikus dhe të jetë i gjithëve. Fatmir Limaj, kryetari i parlamentit, nuk do të ishte unifikues me deputetëve të tjerë. Nuk do të mund ta udhëheqte ashtu siç duhet. Edhe unë me qenë nuk kisha më mujt me qenë. Kur i ke me i pas shumicën, po. Kurse ke shumicën, nuk është mirë. A flet kjo edhe për një mungesë besimi të ndërsjell mes vetëvendosjes dhe nismës socialdemokrate, zoti Haliti, apo jo?
Tani, munges besimi. Unë se di sa mujnë me i besu njëri tjetrit kur njëherë kanë qenë bashkë, Fatmiri ka qenë me ta, dhe janë prish. është përnda parlamenti, kanë qenë kundër njëri tjetrit apet. Dhe kanë përvu njëri tjetrin, edhe duke qenë në koalicion edhe duke qenë në opozit. Prandaj, dëshira është dëshirë, mundësit edhe politikisht, pranimi politikisht që tjetë Fatmiri kryetari i kuvendit, mendoj që është i pa realizueshëm. Të kishtë qenë në koalicion. Para zgjedhor, po. Atëherë, po. Përpjekjet e vetëvendosjes kanë qenë me LDK-n që të ketë një koalicion, por refuzua kjo kërkesë e vetëvendosjes nga kreu i saj Lomir Avdixhiku. Pse jo me PDK-n? Pse nuk po i dërgon test PDK-s zoti Haliti? Unë ti nuk e di, a kanë bërë përpjekje edhe me PDK-n, edhe a ka bërë përpjekje PDK-ja dhe vetëvendosja dhe qenë bashkë. A kanë bërë në fakt përpjekje? Në dy partit, në gjitha partit, ka dualizma. Ka njerëz që thonë është mirë me hi në koalicion për nemën të shpëtimit të Kosovës, ka njerëz politikisht që janë ma të thellum që janë kundër koalicionit, sepse futja në koalicion me vetëvendosjen, do me thënë realisht, shkërmoqje e cilës do parti që hinë me ta. Sepse ti s'munësh, nuk munësh me marë primat në një qeverisje me një parti që i ka pothuajse shumicën e votave të atyre që kanë votu, shumicën e numrave në parlament. Dhe shumë herë në qeverisje, për shembull, nuk mundesh mi realizu ti qëllimet tua ose qëndrimet tua para se ti realizoj Albini qëndrimet e veta, se dhe në qeveri keme votu. Dhe në qeveri të naherët je minoritet. Pra, për PDK-n do të ishte keq të hynte në një koalicion. Unë mendoj që PDK-ja do të dëpsoj shumë qofse hynë në koalicion. PDK-ja ma mirë është me qenë dy mundësi, ose me marë me udhëheq me qeverin, dhe me unda fort nga ajo që quhet korupcion, dhe me luftu korupcionin maksimalisht jo me fjalë, sepse nuk është zorë me ditë se kush është i korruptuar dhe kush ka pas korrupcion, dhe me bone qeveri, prapë po them, ma shumë me njerëz teknik, të cilët e duan vendin dhe të cilët janë të gatshëm që t'i kryjnë detyrat e veta. Duke e fillu mandatin me ligjet e para, të cilat do të shpërsonin me ligj shumë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Në të kaluarën, kur bënin koalicione subjekte politike, thonin për interes të shtetit. Zoti Haliti, tash, apo ka kalkulime më shumë për qëllime partijake, apo jo? Shiko, shteti është, shteti, pushteti e ka monopol shtetin. Shteti është forca, fuqia. Dhe institucionet shtetënore veprojnë dhe punojnë në interes të klasës politike që i fiton zgjedhjet. Dhe përgjegjësinë politike për gabimet, për tmetat e man pushteti, dhe gabimet i paguan ata që e damtojnë shtetin dhe e damtojnë vendin tonë përmes këtyre formave të cilat fatkeqësisht janë prezente edhe sot edhe në të kaluarën, edhe s'kemi mujt me realizu atë, po them, besimin
edhe të vendorëve këtu, edhe të ndërkombëtarëve që në Kosovë s'ka korrupsion. Që s'ka korrupsion? Që s'ka korrupsion ose s'ka krim të organizuar. Pra, duhet me qitë gjoksin mas pari kryeministri, kushdo që tjetë, në betejë me njerëzit e tij më të afër, edhe pastaj me shku me miratu ligjet. E kam takuar kryeministrin e Bullgarisë, i cili ka qenë i lidhur shumë me rrjetin e bizneseve, po them, legale dhe ilegale në Bullgari. Edhe interesant, njeh ke edhe njerëz këtu të veçantë në Kosovë, të cilët kanë qenë të implikuar në krim në Bullgari edhe këtu. E tha, më kanë thirrë në një vend evropian, një shtet, s'pje emën, por shefi atij shtetit dhe e ka thirrë në darkë, i ka thënë që apo bësh kryeministër. Tha që e kom pas parasysh këtë, se ka qenë kryetari i Sofjes, dhe duke qenë kryetari i kryeqytetit, je gati më i madh se kryeministri, që është e vërteta, dhe lënë gjurmë, i bazën e kompetencave që ke. Thash, po se di, se nuk është e leta. Tha, unë të kom thirrë me të pyet ty, a don me u bë kryeministër dhe a don me bë luftën kundër korrupsionit. A pranova. Ky që është ky Borisovi. Kur jam kthy, i kom mbledh tha krejt. Shokët e mi që kanë qenë biznise legale, ilegale, që kanë keq përdor të ndera, pushteta, tha ju kom thonë, rrudhno, dej sot ka qenë që ka qenë, mbyllne. Prej sot, prej ditës që bëhem kryeministër, jeni në luftë me mu. Jo ditë gjitha, keni bërë, s'keni përgjegjësi për të kaluar prej sot, keni me dhënë llogari. Qeveria Kurti, në krye me Albin Kurtin, pra, a e ka luftuar korrupsionin? Jo. Shka unë edhe pashë edhe sot i ka arrestu 3 gratë. Ajo është ministria me mas shumë të korrupcion, nëse mundësi për me bë korrupcion. Dhe unë thash, ku me di që i pas ka gjithë për patent shofera. Por, unë nuk kam pasur, a i ka thonë që keme luftu korrupsionin. Më thuj, cili person, cila ndërmarrje, cili ministër, cili ish ministër, cili shef bordi, kryetar bordi, ato institucionet cilat kanë pas mundësi me keq përdor paranë publike, është arrestu dhe është argumentu korrupsioni. Jemi edhe në 10 minutë që në fundit, zoti Haliti, dua diskutoj edhe pak për thirrjet ndërkombëtare, që të ketë institucionet të reja, që Kosovës Kosova të ketë institucionet të reja dhe që të gjejnë partner me këtë të bashkëpunojnë. Të fundit kanë qenë thirrjet nga shtetet anëtare të Kuintit. Është normal kjo, që të bëhet thirrje, por përpara kanë qenë të involvuar shumë, po them edhe na kem pas shef më involvu ose me u thirr që na tha ambasada Amerikës, ambasada Anglisë. E keni shfrytzuar këtë? Po, dhe i kemi shfrytzuar edhe deklaratat e tyne për të stabilizu raportet brenda partive, varësisht kush e ka pas pushtetin. Kemi pas mbështetje, ndoshta në situatat ndryshme, dikush ka pas mbështetje për Gjermanisë, dikush ka pas mbështetje për Amerikës, për Britanisë Madhe, e tjera, por kësaj radhe kanë marrë një qëndrim shumë parimor. Ju keni dalë në zgjedhje, ju keni obligim me bë qeverinë. Dhe është shumë e mirë. Shumë e mirë sa në të kaluarën. Dhe nuk presni që të ketë përfshirjet e tyre direkte. Sepse na kanë falë besimin neve me bë qeverinë. Sepse edhe në të kaluarën, edhe ata ndonjëri që i propozum nga ata
nuk ka dalë që kanë mendu. Si ka dalë as Albini që kanë mendu. Disa, po them, se të gjithë duke kanë mbështet. Edhe tani po thënë bëni qeverit. Por edhe ata janë. Edhe ata i kanë kalu këto situata. Kjo shtetet të Kvintit, të cilat kanë bërë zgjedhje çdo 5-6 muaj, derisa janë stabilizu për veten e tyre. Ka shtetet Kvintit të cilat kanë qenë pa qeveri me vitet tëra. Pa qeveri. S'ka pas qeveri, s'ka pas administrata ka funksionu. Pra, por ato janë mbretëni, janë ndrysh funksionojnë. Andaj edhe neve në një farë mënyre po funksionojmë kushtetutshmërisht. Sipas kushtetutës Kosovës kanë drejt me vazhdu, por Kosova është aq e pamundur për me qenë me funksionu pa qeveri, sa që duhet sa më shpejt. Pra është urgjente. O me bo qeverin, o me shku në zgjedhje. Po. Edhe gjasat më reale janë zgjedhjet. Tani, unë mund të them edhe po du zgjedhje dhe s'po du zgjedhje, është punë e imja. Po. Por këte duhet të analizojnë ata që janë zgjedh dhe ata që kanë kompetencë për ta pa veten ose fitimtar ose në humbës, jo për mandat, sa për atë se si do të vlerësohen edhe ndërkombëtarisht, edhe si do t'i vlerësoj qytetari i Kosovës. Krejt në fund, zoti Halitit, dua të marrë një përgjigje nga ana juaj sa i përket një marrëveshje që ka bërë Kosova, një vendimit që ka miratuar qeveria në detyrë për të strehuar 50 individ persona të dëbuar nga Shtetet të Bashkuara të Amerikës, pra persona të vendeve të treta. Çfarë flet kjo për Kosovën dhe për SBA-n? 50? Po. Dhe 500 i kisha marrë. Nga qofse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë, ata do të kërkojnë dhe do të financojnë vetë shpenzimet që janë për ta edhe këtu, por duhet me analizu që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shpenzu e dini sa. Shumë për Kosovën. 56 miliardë janë shpenzu për luftën. Kështu që na i përmenim do cikrime. Me kërku Amerika, qatë kërkon në Kosovë, duhet me thonë po. Pra, vendimarrje e duhur nga ana e ekzekutivit, qeverisë në detyrë. Qeveria në qofë se ka marrë vendim është e duhur dhe s'ka pas qare, pa e marrë vendimin. Edhe me thonë jo, mendoj që kish gabu shumë. është parimor, na kemi raste, për shembull, vullnetarisht kemi pranu burgun me bon Gjilan, me pru burgosën nga Danimarka. Nga Danimarka. Shqipëria ka pranu terrorista nga Irani. Që janë konsideru nga Afganistani, nga Irani, nga edhe i ka majtë dhe është duke i majtë aty. Ka pranu me hap burg dveçant për ata që vinë, që i dërgon Italia këtu, për me i majtë për atë çështjen e azilit që kërkojnë, azil kërkusit në Itali, me i majtë në Shqipëri, për mos me mundësu që me varatis nga burgjet, nga ato kampet që i majnë refugjat. Pra, ne në përgjithësi si kombe dvogla, na duhet me u shfaq me diçka parimore, që po pranojmë në raport me kërkesat që na i bojnë miqtë tonë. Dalit, falenderoj shumë. Kjo ka qenë koha e premtuar për këtë intervistë. Falenderoj shumë. Faleminderit për jush. Të nderuar shikues, me këtë bisedë mbyllim edicionin për sonte. Falenderoj shumë për vëmendjen. Bashkë jemi sërish nesër. Mirëmbëjtje.